Shiko, para njerë, do më thënë, gjithë kjo rëmuja për të kapur ca emra dhe për t'i servirur që këta janë koka e protestës ose këta mund t'jetë lëvizja e re politike, në fakt nuk është fare etike dhe nuk është fare qytetare, sepse shkresa që ne kemi nisur dhe jemi drejtuar institucionit Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk ndodh për herë të parë. Do më thënë, në qoftë se protestat në Shqipëri mund t'jenë me një ritëm spontan, puna jonë kanë qenë konsekuente dhe ka qenë e drejt për drejt dhe ka qenë disa vjeçare. Ne kemi qenë në 2012 që jemi non-stop dhe ndjekim nga afër Komisionin e Reformës Zgjedhore për të ndihmuar, për të çuar aty të gjitha problematikat zgjedhore që të finalizohej më në fund reforma zgjedhore, ashtu si kundër e kanë premtuar partitë politike gjithë përfshirëse edhe të dakorcuar nga palët politike dhe nuk e kemi parë kur këtë produktin si ngërç i vullnetit dhe i mungesës së dëshirës politike. Dhe natyrisht kjo ishte një vijim i asaj që ne punojmë fort për gjetur dhe për të përdorur të gjithë mekanizmat që t'i qasemi politikës në tërsinë e vet, por edhe institucionit, siç është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që për të forcuar mekanizmat e demokracisë në favor të qytetarëve, sepse ne jemi organizata që punojmë për të rritur dhe fuqizuar zërin e qytetarëve. Natyrisht, një mekanizëm është dhe kjo, që jo vetëm deputetët bëjnë ligje e miratojnë ligje në Kuvendin e Shqipërisë, por ka dhe nisma ligjore që 20.000 votues të Republikës së Shqipërisë kanë të drejtë t'i drejtohen Kuvendit për një draft projekt ligj me rekomandime konkrete për kodin zgjedhor. Pastaj se sa dëgjoni apo jo, se sa ko nuk kemi fuqinë e votës. Ne nuk e kemi thënë këtë që ne e tham dhe u bë. Ne kemi gjetur një mënyrë që nuk është për herë të parë, domethënë ka pasur dhe iniciativa të tjera ligjvëndse me idenë që 20.000 qytetarë të shkojnë dhe t'i qasen institucioneve për të treguar forcën e tyre, por kanë qenë ndoshta iniciativa dhe jo të suksesshme, se politika nuk do që të dëgjojë. Një të tillë ne po e përmbyllim dhe në datë 18 qershore dorëzojmë, bëhet fjalë për trajtimin shëndetësor të fëmijëve të cilët sistemi jonë shëndetësor nuk i trajton dot. Kemi mbledhur 22.000 firma nga qytetarët e Republikës dhe do e çojmë përsëri në KQZ, e cila pasi verifikon të gjithë këto firma, ja përcjell Kuvendit për votim dhe për miratim në seancë ose jo. Nga eksperienca që kemi parë është kjo që shumë deputetë kanë firmosur të gjitha krave politike, kanë firmosur këtë nismë. Po kur vjen puna pastaj për ta kaluar? Mendoj që do e kalojë. Domethënë varet edhe nga ajo që çka ti propozon. Pra ka një lloj dakordësie, po ka edhe një lloj sensibiliteti, sepse kur 25.000 qytetarë kërkojnë diçka, ti në qoftë se del kundër asaj, do marrë dhe një kosto politike. E kuptoj. Një nga pikat kryesore, sepse projekt ligji propozon një sër shtesash dhe ndryshimesh në kod, kanë veçuar të zgjerohen mundësitë për pjesëmarrjen e qytetarëve në zgjedhje. Në çfarë forme? Sepse shumë mendojnë që ju po shkoni drejt krijimit të një force të re politike. Pra, jo ne. Domethënë ta ndajmë. Ju flas protestuesit, jo Gerta apo një grup që përfaqëson Gerta. Po, tani ideja është që protesta ka qëllimin e saj, ka vijimsinë e saj, ka si thua objektivat e saj. Dhe patjetër që ne jemi aty si mbështetës të buçimës dhe të jehonës që qytetarët dhe zëri qytetarëve të dëgjohet në mënyrë të padiskutueshme dhe të jetë një apel urgjent për politikën në Shqipëri dhe për klimën politike në Shqipëri, që është një moment për ta konsideruar dhe për të pasur një reflektim politik që qytetarët nuk janë thjesht votues dhe mbaroi këtu misioni i tyre, por përkundrazi qytetarët janë ata që kanë zërin e tyre dhe dëshirojnë që politika t'i bëj pjesë të vendimarrjes, dhe duke u bërë pjesë e vendimarrjes, politika së pari duhet t'i dëgjojë qytetarët e vet, duhet t'i testojë qytetarët e vet, duhet t'i pyesë qytetarët e vet dhe pastaj bashkarisht të marrë iniciativa politike për të kaluar në reforma dhe në investime që i shërbejnë realisht qytetarit dhe jo disa klaneve të vogla që nuk shpjegohen edhe nuk u paraqiten qytetarëve në asnjë moment. Kështu që patjetër që ne jemi pro asaj që të gjithë mekanizmat që demokracia ofron për qytetarët duhet të përdoren nga qytetarët në Shqipëri
Dhe protesta është një formë e tillë. Tani, të bësh këtë lloj shantazhi dhe këtë lloj presioni për të kërkuar, si thua, gjilpërën në kasht, që kjo protestë me do e mos duhet patjetër që ti detyrosh të thonë se kush janë aktorët që nesër mund të dalin nga një lëvizje politike në një formësim të një strukture politike, kjo nuk është, besoj, as përgjegjësia ime, as e Rigelsit, po është pikërisht e asaj fryme që do të prodhoj kjo protestë. Se pak më parë që ne duam të dëgjohemi, mendon që ju ka dëgjuar Rama në këto 13 ditë? Po besoj që po. Unë besoj që po, sepse patjetër që kryeministri është kryeministri të gjithë shqiptarëve, po ndërkohë është dhe kryetari një partie të madhe në Shqipëri, siç është Partia Socialiste, dhe patjetër që mendoj që edhe sjelljet dhe reagimet ndoshta ndonjëherë emocionale, ndoshta ndonjëherë edhe të nervozuara, besoj që kanë paraqitur një lloj shqetësimi te kryeministri. Interpretimet e tij janë që qytetarët nuk po e kuptojnë në punën e tij, por ndoshta ky është momenti që duhet të reflektoj kryeministri dhe duhet kuptoj që qytetarët kuptojnë nëse qytetarëve i drejtohesh dhe i